që kaq keq jam këtë punë, po nejse, se du ta mos seriozisht. Dhe, pra, këto thoshin ka vjedh Belinda Balluku. Në rregull jemi deri këtu? Po, në rregull. Në rregull. Të gjithë kështu thonë. Dhe kjo ishte goditje ndaj Ramës. Jemi okay? Edhe këtu je shumë okay. Bravo. Dhe unë jam shumë dakord. Jam shumë dakord që ka vjedh dhe kjo ishte goditje ndaj Ramës. Deli tjetër tash. Dhe thot, Rama thot, e ka dorëzu vetë Belinda Ballukun. Po masi e fillo që Belinda ka vjedh, dhe ja ka vënë tek pranë. Jo, masi e fillo që Belinda ka vjedh dhe kjo është goditje për Ramën, pra fillo vjen logjike. Po. Vazhdon që Rama e ka dorëzu Belindën, por Belinda ka bollafe me Ramën, sepse i thot që nëse do futem unë, do vish dhe ti. Okay. Jemi në rregull deri këtu? Po. Bravo. Tani, atë se çfarë mendova për këtë djalin që dite këtë sekretin, këtë nuk po e them tu, po e keni në Facebook të shkruajtur. Ndërsa, mu çfarë bëni? Më fal, ti mendove që ky djali se ajo u bën mbyll. Po, në dy vetë tash ky o shko me Ramën, o shko me Belindën. Po, një në ky e ka dashur. Po. They do some fucking in there, sepse nuk është vetëm është propë dashni. Më kupton, kështu që thash, o njonin edhe po vriçëm nin, kur e tham fund që e ka dorëzu Edi Rama, thash ky Edi që e ka ai. Po. Që ka do the fucking. Okej, marrë muhabeti. Problemi ishte që masi mbindën gjithë të përvjedhje, dhe që mire ka bo Spaku që ka Belindën, lexoj çfarë ke shkruajtur Spaku. Dyshohet, akuzohet, futen e si dush, se kanë ndikuar në përzgjedhjen e fituesit të tenderit. As korrupsion, as vjedhje, as gjë. Po mirë, vjedhjen nuk kuptohet, jo. Që do ja çoj Filani dhe Filani do si t'i do ta japi nënkuptosh vjedhje kur është e shkruajtur me bardha në zezë, sepse për vjedhje thuhet për korrupsion, e futet për korrupsion. Për përvetësim të shumë. Për përvetësim, bravo. Zero. Pra, këto në vend që të bëjnë protestë ndaj Ramës, shkojnë të bëjnë ndaj atij Spakut. Sepse ai ka shkruajtur gabim. Dhe dikush është një gjë tjetër që në të dy këto vepra, për cilën e akuzohet për korrupsion në çajbi, që i thonë këto e ke vjedh ti, ja ke nda me Ramën, në të dy këto vepra nuk ka një hetim bivjedhje, sepse për shumë, si fillim fillohet për shumë që këtu u vodh. Kjo është paka shumë skema në gjithë botën. Këtu mungojnë 20 milion. Hajde t'i gjejmë, sepse është vjedhën të rrugë. Pra, s'ka as ankesa, as, si mund të thëmë të indicje për vjedhje. Pra, këta që kanë folë në për emisione, se që apo i bëjnë këti populli këta zoti e di, këta nuk shkojnë t'ja thonë atit Spakut, ose nuk dorëzojnë letrat se ku është vjedhja, por rrinë tuk e folë në për parlament e në për televizione. Dhe janë shumë të egzaltuar që nuk do punoj Belinda, për arsye thjesht me rrezu Ramën, po jo se këta janë të bindur, ose si mund të thëmë ty, këto kanë në dëshirë për ta bërë Shqipërinë më të mirë. Mos turp se kaq nuk ka ku shkon. E lexova një thoshte ca hajdut në ngrirje që po presin të shkrinë, akuzojnë ca të tjerë për hajdut. E di si ngjak jo tani se është turp ta themi në fakt. Po e di si ngjak jo, e ke parasysh shumë vetë e dinë se çfarë do të thonë kur të fut një femër në friend zone. Do të ti je ai që paguën ai drejt, ne pije, ne gjë, ty të ka si vlla, jo vetëm nuk ka shuani. Po çfarë ndodh? Ajo sa herë zihet me të dashuri, është ky që support. I thot, po si e duro atë, si e bëkte, si e bëte. Ajo thot, jo, po është, dhe s'po më pëlqen mua si figurë, më është i shumtuar, thot ky, I bën qefin. I bën qefin. Kjo është opozita jonë.
Po kjo, një tjetëve si do që të nësë, vetëm këti s'ja le. Kështu që nuk e le votën, do më thënë, kjo opozit, me gjithë të skandale, del me 4 vetë në protest. Dhe kjo është arsyeja, dhe kjo është të merri që kanë, që do më thënë, po përjetojnë shqiptarët, se për Ramën miru bo, sepse ky kaos, që vjet tjetër e thot ti s'ke për të hyke zyra jote, këto budalligjet nga këto, se ty shohesh për X, këte e kanë bo edhe ushtarët e Ramës, me çdo lloj biznesi, me çdo lloj gjë e kape prish gjona, po pa një urdhër gjykate, pra jo brenda rregullave, jo brenda ligjeve. Është po njëjta gjë që Rama po bëjnë dhe ata, domethënë është një paneta, është një kaos, po ku shefte friend zonës bosh me Belindën. Mos ma luni Belindën, thotë. Kjo është të merë, domethënë, ti thush vetes se ku shef se çfarë të merr janë këta. Pra është ndryshe që këto, si mund të them unë ty, të mërziteshin se çfarë ndodhi te populli, të mërziteshin pse kanë shku rrugët kaq shtrenjtë, mërziteshin për X apo Y gjë. Këto as nuk duhen, këto duhen radhën me vjedh. Siç kanë qenë përpara. Jo se ideja se si kanë qenë përpara, sepse tash për shembull nëse ai të çoh, si mund të them unë ty, paktën ka pe fut aty mrena se janë fut nga 12 mrena edhe vetëm njëri ai si e ka shkreti, që ishte për blot job, vetëm ai e ka hungur kot. Domethënë, që është dënu tamam, kusur janë gjithë, asnjë lloj korrupsioni s'ka dalë. Zero korrupsion. Tani, vazhdo thuhet në për studio një gjë. 460 milion i ka vjedh inceneratori, domethënë ti mund t'ia thush vetëm idiotëve këtë, jo një populli. 29 euro, 28 euro, këtë sa është toni i pasaj toni i eliminimit të plerave. Bravo, i grumbullimit. Dhe ti vazhdo e thu këtë, imagjino sa pak shpresë kena ne. Pra, sa do t'je që i rritum me Ramën, dhe jam vërtet i rritum sepse më duket sikur po shkon në një rrugë pa kokë fare, sepse nuk ka fut asnjë lloj fryme ke njerëzit. Më kuptoj që çdo gjë po na thot Europa, që Europën po e shohim për ditë se çfarë është. Sepse është tjetër ti t'japësh frymë brenda vetes, siç japin kinezët për vetë në vetë, siç japin rusët për vetë në vetë, siç japin, okej, heqim rusët e kinezët, siç japin, ku diun kush ka ngelë vëlla. Hungarezët. Apo sa s'na duhen as ata. Jo. Mre, heqin hungarezët, siç japin alienët. Se kush kel koma jonë është merë, nuk ose që ishte një qytet në 100 donga, kanë ata. Një bal, një pocaqi, në vitin 1940, 100 miliona kishte GDP-n, tash e kishte 400 miliard, kishte ndryshu komplet, e jepte si që jemi sot edhe nesër, e ke parasysh edhe. Domethënë, po më bëri vështirë sepse në zë dhe europianët po pohojnë që kostot dhe ritmi i ndërtimit të kinezëve nuk ka të krahasohen, domethënë mund të krahasohen vetëm me ritmet e amerikanëve të para 100 vjetëve. Tani po jap një shembull, sepse kur themi Kina është tjetër gjë, dhe kur themi domethënë se sa ka mundësi një opozit, qoftë edhe në këto vend, qoftë edhe europian, që të bëj përpara, ka shumë jashtë masë mundësi. Se mjafton këto deputet që si ke për asnjë gjë, vetëm i dhon lekët, të kenë konceptin çdo gjë ndryshon. Marrim një rast që më ka bërë shumë përshtypje. Një i pasur në Kinë, si më themi, ishte nga Leskoviku, po e morëm si emër, më kuptove? Leskoviku Dras. Po, përpara kishte qenë diçka, ose thjesht vendlinja e tij, më vlla, asnjë gjë tjetër. Shko bo qendrën e Leskovikut, është mos e vërtet, bo qendrën e Leskovikut. Ca dyqane fantastike. Deri këtu ka arritur edhe Tangashi në Leskovik. Bravo.
As kam qenë aty, me thonë drejt. Okej, shko. Edhe- Thonë që e ka bërë bukur, as unë s'kam shku. Kërë Me që flasin. shëmbulli, jo e kam një gjuhë si emër të mirë, domethënë që ka bërë përpara, por nuk e kam iden. Thjesht e mora si shembull. Nëse. Dhe çfarë bëri? Për shembull, bëri pitën më të mirë që mund të kishte gjithë Shqipëria më rend. Flin, e famshme, që s'hahet. Por atë më të mirë e ka bërë. E ka bërë në Lezgovik, havën më të Po, mirë. ta kanë dhënë me detyrim ti kur ke qenë një vogël A flini ja, që ta thashëm, si ishte. A sot e kësa dite kur e shoh, po ajo më kujtohet. Që ta lash muhabetin tani. Pra vuri prodhimin më të mirë të vendit për ato. Dhe si sa e bukur ishte plan shumë i thjeshtë. Kushdo që do vite këta dyqane do ishte pa qëra. Por do ishte më i mirë në Kinë për prodhimin e X gjoje. Do e bote ky investimin mrena dyqanit dhe derisa të merrte veten qera gjiu, nuk do pagute asnjë lloj gjoje. Në momentin që do merrte veten, do merrte vetëm 60% fitimit. Ke ky 40% do futesh ke kjo shumatore që të sillte sa më shumë. Është një ndër vendet më të vizituara të Kinës sot e kësaj dite. Dhe sepse u bo super qytet pastaj, se vishin turistët, vishin njerëz. Imagjino, apo ikim për shembull. E kanë bërë, edhe Rama e ka bërë në Ersek, po të gjithë preferojnë me punu çoban me 6 muaj anë, 6 muaj tjerë vinë pinë raki. Po mirë, qendra e mirë. Ersekës e ke parë, është e gjitha e gdhëndur në gur. Po e Do të di- më shkuj herë ande. Tani unë i kam pa që janë të gdhëndura në gur dhe pavarësisht se Rama ka idetë e veta të arkitekturës, gur, vetëm gur në 48 gradë që ma Shqipëria nuk mund të ketë. Sa i gur e diça bëhet furr që të bje mund surrat. Gur mund ta bësh në Gjirokasë, se i kej ato 2 kaçet, 3 kaçet, kap hija me i ven. Por sheshet tona po t'i shofësh, më kuptove, ajo është fush vlla. Djetë mlaja. Ke edhe atë gurin që të bje mund surrat dhe nëzihet mjekra.